Djali 13 vjeçar udhëtoi në -50 gradë dhe ja çfarë ndodhi. Para pak ditësh, një i ri 13 vjeçar nga Kanduzi i Afganistanit bëri një gjest të tmerrshëm, diçka që secilit mund t'i kushtoj jetën. Fshehurazi, ai gabimisht u fut në rrotën e avionit pasagjer të Kam Air, që nisej nga Kabuli për në Delhi, në Indi. Kur aeroplani mbriti në Indi, djalin e gjeti stafi në pistën e aeroportit të Delhit, menjëherë pas uljes, dhe ku u mor nga policia e aeroportit, duke i bërë një sër pyetjesh për disa orë. Udhëtimi i tij në rrotën e avionit ka qenë katastrofik, sepse gjatë fluturimit në lartësi të mëdha ka kushte ekstreme, me temperatura që shkojnë në -50 gradë. Dhe e keqja është se djaloshi nuk e kishte parashikuar, por në atë lartësi ka mungesë oksigjeni, dhe këta dy faktor paraqisin një rrezik të madh për jetën, e megjithatë ai mbijetoi dhe askush nuk di ta shpjegoj këtë. Sipas gjasave, qëllimi i tij ka qenë që të shkonte në Iran, por ka qenë i pavetëdijshëm për rreziqet vdekjeprurse me të cilat po përballej. Megjithatë, i riu nuk e dinte që ky fluturim shkonte në Delhi. Në fund, pas kontrolleve nga policia, djalin e kthyen sërish në Kabul me të njëjtin avion. Ky rast nxjerr në pa brishtësinë dhe rrezikun dramatik me të cilin përballen shumë të rinj, por njëkohësisht tregon edhe gjoja ligjet shoqërore dhe bujarinë që tashmë është zhdukur nga mendja njerëzore, të paktën për sakrificën që bëri dhe rrezikshmërinë e jetës. Çfarë ju vjen ndërmend për këtë ngjarje? Pres dhe ndajeni.